Si kalove? Mirë, unë jam ajo gazetarja që... Jo, mos e bëj të lutem. Jo, pa to që ka Mos e prek, të lutem, nuk ka. Mos e pëndu të kompromis. Kjo punë gjëzën kara bëm. Ka? A di ku i thënë bëm? Nuk do përkohën do të shklysh. Po njërë, le. Si e shklyti mu, pasën tjerë me degeneru nuk kam me të lanë. Në mënyra si duon do ta kesh surprizë. Do ta kesh surprizë, ashtu si kur ke votim surprizë. Duket qartë se dalja nga zyrat e policisë nuk e ka stepur as pak Denisën, e cila shfaqet përballë nesh edhe më agresive se më përpara. Duke kërconuar dhe thyer kodo që sipas mendjes së saj është shkak i publikimit të historisë absurde me arditjen. Djalin tim pse nxjerr? Ma do kokra qefi. Ta do kokra qefi ty. Ti për këtë mund ke pa gjithë botën. Djalin tim pse prek? Ti pse erdhe te unë? Këdo leshje Ti pse dërë? Ti pse erdhe te unë? Këdo leshje. Kur do zesh mend, a di që për këtë lloj gjëje që ti bën përfundon në burg, moj Denisa? Përfundon në burg, Denisa, po. Ska faj, se ka thonë dhe bëti për kryet listës. Normal që i treti merë burgun, kryet listës. Duket që Denisa shumë e vëmendshme ndaj zhvillimeve politike, por pa lënë pas dore luftën me Arditin, me familjen e tij dhe çfarë lufte se. Po do të vrasë, e ke pak.